Nderuar deputet, fshatrat e Fierit janë harruar pa rrugë, pa shërbime. Prandaj banorët e këtyre zonave nuk kanë më besim te qeveria. Ata e dinë se kujtohen nga qeveria vetëm për fushat, për propagandë, por askush nuk është pranë tyre kur kanë nevojë. Të braktisur u gjendën fermerët kur tokat e tyre u përmbytën. Jo si pasoj e fatkeqësisë natyrore, jo nga rreshjet e dendura, por si pasoj e vjedhjes së të gjitha fondeve, që duhet të kishin shkuar për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese dhe për emergjenca civile. Tokat e fermerëve përmbyten sepse janë ndërtuar rrugë, duke devijuar shtratin e lumit dhe uji vërshon direkt në toka duke i përmbytur ato. Kur bëhen ndërtime dhe investime, i pari duhet jetë fermeri. Duhet jetë mbrojtja e tokës bujqësore, sepse ajo garanton jo vetëm ekonominë bujqësore dhe ushqim cilësor, por edhe vazhdimsinë e popullatës në këto zona, duke konsideruar që këto fshatra janë shumë të shpopulluara. Në njësinë administrative Levan, në nën kalimin e Qarit, shumë larg lumit Vjos, tokat bujqësore përmbyten nga shiu sepse nuk është pastruar kolektori. Kjo është e vërteta. Tokat nuk përmbyten nga moti i keq, por nga babëzia e qeverisë dhe pushtetit vendor për të përvetësuar të gjitha fondet. Rreshjet e shiut përmbytin të gjitha tokat në këtë zonë dhe kolektori është komplet jashtë funksionit. Bëj thirrje për pastrim të menjëhershëm të kolektorëve, kanaleve kulluese dhe çdo ndihmë të mundshme në mbështetje të banorëve të kësaj zone. Situata e përmbytjeve ka goditur rënd fshatin Belin, në njësinë administrative Zharrës, ku qindra hektar tokë të mbjella me grur dhe jonç u mbuluan nga uji. Qindra dynim tokë bujqësore tashmë janë dëmtuar për këtë sezon, duke u kthyer në një goditje të rëndë ekonomike për familjet që jetojnë vetëm nga bujqësia. Banorët e fshatit Belin akuzojnë kompaninë Bankers Petroleum se duke ndërtuar një rrugë lidhëse për kompaninë e saj, ka devijuar apo penguar rrjedhën natyrale të ujrave të lumit, duke bërë që prurjet e mëdha nga rreshtet intensive të mos largohen si më parë. Sipas tyre, ndërhyrjet e kompanisë në shtratin e lumit kanë bërë që uji të grumbullohet dhe të vërshojë në drejtim të tokave të tyre. Kërkohet ndërhyrje e menjëhershme nga banorët e zonës për vendosje edhe të një turbine tjetër, pastrim të kanaleve kulluese dhe ngritje të argjinaturave të dëmtuara. Edhe pse shteti është shkaktar i dëmtimit të tokave, kulturave bujqësore, pemtarisë, investimeve dhe mundit të banorëve, ende nuk është ngritur komisioni vlerësimit për dëmet e shkaktuara. Asnjë përfaqësues i qarkut apo institucioneve përgjegjëse nuk ka shkuar të takojë banorët, të vlerësojë dëmet dhe jo më t'i dëmshpërblej ata. As banorët e këtyre zonave dhe as ne nuk kemi ndonjë pritshmëri nga ju. Kjo është mënyra si keni trajtuar gjithmonë shqiptarët. I ushqeni me propagandë. I premtoni se do të hanë me lugë floriri, por pastaj i lini pa ngrënë. Edhe pa ujë, i prisni edhe dritat, edhe pse janë në varfëri ekstreme, sa për të kujtuar atyre se janë në mëshirën tuaj. I ofroni shërbimet në mënyrë selektive. Fshatrat që votojnë djathtas nuk kanë rrugë, nuk kanë ndriçim, nuk kanë as kosha për të hedhur mbeturinat. Kjo është poshtërsi që bëhet ndaj banorëve të këtyre zonave. A e dini ju që banorët e fshatrave të Fierit ka nevojë për ndihmë, me pensione mizerabël janë, pa spitale, pa shkolla? A e dini që në njësinë administrative Cakran për 10 vjet nuk keni bërë as 1 kilometër rrugë? Të gjitha rrugët ekzistuese janë bërë para 2015-ës. Vetëm 3 fshatra ngelen pa rrugë që atëherë, dhe askush nuk ka vënë dorë për t'i bërë.
rruga Gorishov-Selisht, Buzmat-Gjon Stojkan, Kreshpan-Vjos. Të gjitha këto rrugë bëjnë Faleminderit. Duhet them të lutem? Okej. Banorët e fshatit Kreshpan janë gati ta bëjnë edhe vetë me fondet e tyre rrugën Kreshpan-Vjos, por nuk i lën patronazhistët, sepse sjellin policin. Ashtu siç ndodhi në fshatin Tojkan, që shkoi biznesmeni të bënte rrugën, por nuk e lan, sepse për ju është krim të bësh rrugë. Banorët e fshatit Tojkan kanë mbetur të izoluar, pa rrugë, pa qendrë shëndetësore, pa shkollë, i duhet udhëtojnë në një rrugë me gropa, me balë, të pashtruar për të çuar fëmijët në shkollë, të moshuarit në spital. Këta banorë të rasin me dëshpërim për ndihmë. Ju përcjell kërkesën e nën Violetës nga fshati Tojkan. Ajo kërkon të ketë një rrugë. Shumë herë është premtuar, asnjëherë nuk është realizuar. Pensioni shumë i ulët, kujdes mjekësor nuk ka, por djemtë e saj e kanë mbështetur me çdo gjë. U duhet rrugë për ta dërguar në spital sa herë ka nevojë që makina mos t'u ngecë në balt. Ajo është rrugë e gatshme që nuk kërkon. Faleminderit zonja Haxhiu. Fjalën e ka Zeqine Çaushi, të përgatitet zonja Majora Luku. Faleminderit. E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Buxheti i 2026-s është buxheti historikisht më i madh i shtetit shqiptar dhe vendos theks të fortë te mirëqenia sociale dhe zhvillimi ekonomik. Ndërkohë që disa kolegë nga opozita preferojnë zhurmën, aktrimin dhe sulmet boshe, ky buxhet sjell fakte, rezultate dhe investime konkrete. Ky buxhet nuk merret me retorik të kot, por me pensione, paga, fermer, biznes të vogël dhe zhvillim real ekonomik. Nuk e di dhe nuk arrita kuptoj dot se si disa kolegë opozitar qiren dhe bërtasin nga vendi apo vinë këtu në këtë foltore për të folur për drejtësinë, për buxhetin apo për hallet e qytetarëve. Harroni ju, të nderuar kolegë, që bërtisni me të madhe se nuk mund të jesh predikues morali kur je rritur në një familje me frymën e shkeljes së ligjit. Keni jetuar me të ardhura nga aktivitete të palishme, apo keni përdorur detyrën publike për interesa private. Dhe mos harroni, të nderuar kolegë, se ju vetë keni përdorur buxhetin e shtetit për përfitime personale, duke e kthyer punën dhe resurset e qytetarëve në interes të familjeve dhe miqve tuaj. Prandaj, për hir të qytetarëve, kur flasim për këto tema, të flasim me përgjegjësi dhe jo për tymnaj politike dhe jo për aktrim. Prandaj, ky buxhet i këtij viti për pensionistët ka parashikuar 1.7 miliard euro shtesë, duke përfshirë bonusin e fundvitit, i cili ka filluar edhe shpërndarjen e tij, dhe objektivin për 400 euro pension mesatar urban deri në vitin 2030. Pagat minimale rriten në 500 euro nga 1 janari 2026, me synimin për të arritur 700 euro brenda mandatit. Përfitime kanë edhe mësuesit, mjekët, infermierët dhe policët. Për biznesin e vogël, vijon politika 0% tatim fitimi, ndërsa nga viti 2026 nis paqja fiskale, që urt barrën administrative dhe krijon mundësi për korrigjimin e bilanceve dhe detyrimeve, pa favorizuar askënd që është në proces gjyqësor. Për fermerët, kjo paketë sjell mbështetje konkrete. 10% e vlerës së faturave të shitjes së prodhimeve bujqësore dhe blegtorale do të paguhen në 2 këste nga administrata tatimore. Paketa përfshin gjithashtu faljen e detyrimeve të vjetra, tatimore dhe doganore, rregullimin e tregut online dhe reduktimin e përdorimit të paras cash. Nga ky buxhet përfiton edhe Bashkia Roskovec me investime konkrete.
Përmirësimi i furnizimit me ujë të pishëm në njësinë e Kurjanit, i cili ka filluar dhe financohet edhe nga ky buxhet. Rritja e sigurisë së digës dhe kapacitetit të rezervuarit të Kurjanit për vaditje dhe mbrojtje të tokave bujqësore. Fonde për kanalizimin e qyteteve, ujësiasin e fshatit Luar, menaxhimin e mbetjeve, rritje pagash, investime në rrugë, pyje, shërbimet e emergjencave. Gjithashtu një investim shumë i rëndësishëm për Bashkinë e Roskovecit ka qenë edhe ndërtimi i godinës së re të policisë. Ky buxhet është një hap konkret drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Prandaj të nderuar koleg, ky buxhet më shumë se një dokument financiar, ai është një plan veprimi për ekonominë, shërbimet dhe të ardhmen e qytetarëve tanë. Faleminderit zonja Çaushi. Fjalën e ka zonja Manjola Luku, të përgatitet doktor Loer Kume. Faleminderit drejtuese e Kuvendit. Donja Luku, ju lutem, fjala është për ju. Të nderuar qytetar, të nderuar koleg, jam sot këtu për të ngritur shqetësimin e banorëve që janë prekur rënd nga përmbytjet e ditave të fundit. Kam qenë vetë në terren dhe kam parë me sytë e mi situatën me të cilën po përballen banorët e Jubës, Rrushkullit dhe gjithë zonës së Sukthit. Ju lutem koleg, pak qetësi se po flet zonja Luku, ju lutem. Konkretisht, ura e Shëmprentës, ura e Jubës, dy nyje të rëndësishme të qarkullimit të përditshëm janë dëmtuar seriozisht, duke vështirësuar lëvizjen e qindra qytetarëve dhe duke izoluar zona të tëra. Po ashtu, hamalli hidrovor, të cilat duhet të ishin vija e parë